Benita fillon të shfaqë hapur shenja xhelozie ndaj Edin, sidomos pasi ka vënë re që ai po kalon gjithnjë e më shumë kohë me Dolçen. Në dhomën e ndenjes, ndërsa disa banor po bisedojnë, Benita nuk e mban dot më brenda atë që mendon dhe nis të komentoj me një ton të mprejtë. Ajo shikon nga larg Edin dhe Dolçen që po qeshin të ulur pranë njëri tjetrit, dhe fytyra e saj ndryshon menjëherë. Shikojeni pak këtë, thot Benita me nervozizëm. Edi po rri gjithë kohës me Dolçen, sikur ajo të ishte ndonjë person i veçantë. Banorët e tjerë e shohin me habi, sepse Benita rrallë ka treguar kaq haptazi mërzitjen e saj. Ajo vazhdon duke u ankuar se Edi nuk duhet t'i kushtoj aq shumë vëmendje Dolçes. Dhe se sipas saj, Dolçe nuk e vlerëson Edin ashtu siç duhet. Me një ton të zhgënjur, Benita shton se ajo e sheh si të padrejt faktin që Edi ka zgjedhur të rrijë me dikë që, sipas mendimit të saj, nuk e kupton plotësisht. Disa banorë përpiqen ta qetësojnë, duke i thënë se ndoshta ajo po e tepron, por Benita tund kokën e zemëruar. Është e qartë se ajo është e prekur dhe nuk e fshet dot. Unë e njoh Edin më mirë se ajo, thot ajo, duke mos e larguar shikimin nga çifti që po qesh në qoshe. Më dogji pak, po ja. Çfarë të bëj? Sa më shumë që e sheh afrimitetin mes Edi dhe Dolçes, aq më shumë zemërimi dhe xhelozia i dalin në sipërfaqe. Banorët e tjerë fillojnë të kuptojnë se kjo situatë po e mërzit thellë Benitën, edhe pse ajo përpiqet ta mbulojë me ironi dhe komente të hidhura. Atmosfera rreth saj bëhet e tensionuar, sepse sjellja e saj tregon qartë se po e përjeton me shumë emocion faktin që Edi nuk po i kushton më vëmendje si më parë. Banorët presin të shohin si do të ndikojë kjo në dinamikën e shtëpisë, ndërsa Benita vazhdon të rrijë larg, duke vëzhguar çdo lëvizje të tyre.